S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Duket sikur është Drake. Jo që është ora 5. Në mes të qershorit ndryshon ora e festivit, kështu që nga ora 5 do të kalojmë në orën 7 masdite, që do kemi kohë posibile se dhe 3 javë të tjera, 4 javë të tjera. Do ta ndaloj çikta që ta beta pagzimi. Pagzimi do të jetë jo këtu brenda, jashtë ka një vazhk atje që do pastrohet, do bëhet gati për pagzimin. Edhe pagzimi është momenti i rëndësishëm, me thënë drejtën, sepse kur ne nxisim njerëzit që vinë, ose ti nxit njerëzit që vinë për të zgjedhur për t'i pranuar Krishtit, për të pranuar Krishtin ne themi aty ku je, ftoje Krishtin. Aty ku je, aty, edhe në fshetësinë tënde, ne i nxisim secilin për jush që nuk e ka zgjedhur Krishtin, ta zgjidhë Krishtin. Puna është, ore, kur do bëhet publike? Kur do e marrin vesh njerëzit, kush ka thënë, unë ka vendosur të ndjek Jezusin. Kështu që pagzimi është ai momenti i shpalljes publike, është një nga gjërat, e shpalljes publike të besimit që thu, nuk kam turp, gjithë Facebooku ta marrë vesh, gjithë Instagrami ta marrë vesh, gjithë ta marrë vesh, unë kam zgjedhur të besoj Krishtit, edhe është mezi për pres. 4 veta janë regjistruar tashmë për të pagzuar, se disa do jenë ndoshta 5, ndoshta 6, ndoshta 7 apo më shumë. Gjithsesi është, çiko, të dojnë dorëtërkitje të fort, për i pas prit të ta them fjallën, pasaj dorëtërkitje. Kemi një pastor të veçantu, Doni Lilan, që është mik i Joni, pastor me origin nga Irseka, po është pastori kishës ungjillore të Bilishtit, Rrofshqina ka ardhur. Është mik i Joni dhe kemi bashkëpunuar shumë herë ndër vite. Edhe sa e mora vesh që do vi, tha, shiko, do predikosh nduket, jo do vi vetëm për të parë këtë herë, kështu që jemi pritur. Edhe jemi pritur për të predikuar herës tjetër. Kështu, edhe është që është një gjë tjetër. Uroj shumë që Rrofshi që jeni lut për Martinin, Marti bëri operimin e gjurit, e vlerësojmë shumë që na keni marrë lutje, dje doli nga spitali, që pa merr veten avash avash. Edhe uroj që shumë shpejt. Nduajnë 4-6 javë derisa të vinë kish, deri kur ta marr veten, por e vlerësoj shumë që jeni lutë na keni kujtuar para Zotit. Kështu që çfarë është një gjë tjetër? Lutem që Zoti të t'jap një fjalë. Gjithë kohën sa që më lëmë bashkë në frymë e shejt, na shërbe, foli secilit prej nesh, që të ikë me një fjalë specifike që shkon me situatën ku është secili. Edhe lutem në këtë lloj forme, Zoti do i shërbej secilit, e do merrni tamam një fjalë që shkon me situatën ku je, edhe mesazhin sot e kam thënë, çfarë më duhet më shumë? Çfarë është një gjë që do na duhet më shumë? Ndoshta është surprizë për ju, se ndoshta ti ke menuar gjë tjetër që duhet më shumë, por do ta shohim bashkë se çfarë është ajo gjëja. Do ta nis me këtë thënie në fillim, para se Perëndia të bëjë diçka të re nëpërmjet teje, para se të bëjë diçka nëpërmjet teje, lejoje të bëjë diçka të re brenda teje. Para se Zoti të përdori ty, le të prodhoj diçka të re brenda teje. Edhe di pse është e rëndësishme kjo, që Zoti të prodhoj, të ndryshoj, të fuqizoj ty, pastaj të ndikosh të tjerët rreth e qark. E di pse është e rëndësishme, sepse ti sjell shpresë aty ku je. Ti e dritë dhe kritë, thot shkrimi, ti sjell shpresë mes njerëzve ku je në atë vendin ku je ti, dhe sidomos në kohë të tilla, e këto kohë të tilla ngelen të tilla gjithkohën, po në këtë kohë të tilla ku ka dëshpërime, ku ka mungesë shpresë, ne ti secili prej nesh është aty për të nes, qoftë edhe i fije shkreps shpresë, qoftë i dritës të vogël, sepse pa shpresë nuk jetojmë dot. Pa shpresë njeriu nuk jeton dot. Edhe po shifja ca statistika. Sa ditë mund të jetojë njeriu pa bukë? Kush e di? Krishti jetoi 40 ditë, Mojsiu njeti 40 ditë. Atëherë mund të rri deri në 40 ditë pa bukë. Sa mund të rri njeriu pa ujë? 3 deri 5 ditë thuhet, mbaret nga kushtet sa vap është. Sa mund të jetojë njeriu pa gjumë? Mund të jetojë deri 72 orë pa gjumë, 3 ditë. Mund të jetojë 3 deri 9 minuta pa ajër. Por ka diçka pa cilën njeriu si jeton dot. E di ç'ash, njeriu si jeton dot pa shpresë. Na duhet shpresë për ditë, për të ecë përpara, jo e ma shpirtin gjallë. Si kemi edhe shprehjen e tipike shqiptare, shpresa vdes së fundit. Po vdiq dhe shpresa, është keq puna. Fillon dëshpërimi të hedhë valle. Shpresa nuk është optimizëm.
Optimizmi është më shumë psikologjik, shpresa është më shumë teologjike. Optimizmi është të kesh besim tek vetja, unë mund t'ja dal. Shpresa është besim te Perëndia, me Perëndin mund t'ja dal. Optimizmi të nxit për të parë se ç'a mund të arrish ti. Kurse shpresa të nxit për të varë më shumë ç'a mund të bësh nëpërmjet me anë të Perëndisë. Optimizmi disa herë mohon realitetin, edhe duke të sforcuar të mendosh pozitiv për veten, për situatat. Optimizmi na herë ja bën qefin vetes, aq se s'ka gjë se ka ditë të re nesër prap, si edhe aq keq se ka dhe më keq, kurse shpresa është reale. E di që situata është keq, por besoj që me anë të Perëndisë, nëpërmjet tij, mund ta kaloj këtë situatë, këtë gjendje, besoj që Perëndia është në kontroll. Edhe ke mbyllë dhe zgjedhjet këto kohë, ora mbyllën zgjedhjet. Kjo është pyetje tjetër, a mbarun të gjitha apo jo? Por jemi si në mes. 50 ca janë të gëzuar, 50 ca s'janë aq të gëzuar. Edhe ndoshta këto që s'janë të gëzuar është ka dhe i lloj trishtimi sepse kishin shpresë që do ndote diçka e re apo çfarë do lloj gjëje. Por nuk ka vetëm tensione politike, ka tensione, ka para ati gjithandej dhe shpesh kur ka tensione dhe nuk po zgjidhen, njerëzit humbin shpresën. Njerëzit humbin shpresën. E kundërta e shpresës është dëshpërimi. Edhe njerëz pa shpresë ka kudo. Ka kudo, aty ku je ti, aty ku jeton, te puna, te shkolla, te lagja, madomendja që mund ketë edhe këtu mes tash njerëz që e kanë humbur shpresën. Ndoshta ke humbur shpresën sepse ndodhi diçka, ndoshta të hoqë nga puna, apo po vjen sezoni dhe s'ke mësuar shumë, e të kujtohet sezoni i parë, edhe ky i dyti të duket më i vështirë, ose në martesë ka sherrët pazgjidhme, ose shëndeti, ose situata financiare, apo çfarë do lloj tensioni, këto prodhojnë momente dëshpërimi, ose ndoshta ky vit ka sjell zhgënjime dhe s'ngjan fare me pritjet që kishe ti, edhe ndoshta ndjehesh i pa shpresë sepse nuk po ndryshon një situatë, ai nuk po ndryshon, ajo nuk po ndryshon, nuk ka shpresë. Ose ndjehesh pa shpresë edhe duket që kur je pa shpresë duket sepse përdor këtë shprehje tipike. Çfarë janë shprehje tipike? Jetë koti, punë koti, shkollë koti, lidhje koti, shtet koti. Edhe kjo është tipike që diçka ta ka vjedhur shpresën. Por ku ta gjesh shpresën e vërtet? Ku është burimi? Në fakt, trot çfarë burimi është? Romakëve 15:13. Burimi është Perëndia është burimi i shpresës. Edhe ka shumë gjasa, shumë për jush mund ta dinë përmendësh të vargun, se është një nga vargjet e cituara shumë shpesh, që thotë Perëndia i shpresës, Perëndia është burimi i shpresës, dhe ai le të mbush me çfarë do lloj gëzimi dhe paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli, që të keni bollëk, që të keni tepri në shpresë, me anë të fuqisë së frymës së Shejtit. Sa kujtesë e bukur. Zoti është, Perëndia është burimi i shpresës tonë. Ai është. Edhe ai le të na mbush me gëzim, me paqe, me besimin që kemi tek ai, dhe kjo është produkti i frymës së Shejtit. Me anë të frymës së Shejtit thot vargu, dhe e di pse na duhet ky vargu, edhe e di pse duam ta përjetojmë fuqishëm, sepse siç tha më lart, siç e thënia, para se Perëndia të bëj diçka të re nëpërmjet teje, lejoje të bëj diçka të re brenda teje. Edhe para se Perëndia të shpërndaj, të përcjell shpresë nga ty tek tjerët, le të jemi vetë një herë plot shpresë, le të jemi të mbushur plot me këtë gjë vetë. Të arsye pse na duhet shpresa, por keq fare është sepse ora jetojmë në një botë të rënë. Jetojmë në një botë të thyer, duket sikur asgjë nuk funksionon më siç duhet. Nuk ka gjë që funksionon siç duhet. Duket sikur, edhe moti është prish. Ke ftohtë mes verës, ke vap mes dimrit, e duket sikur ekonomia, sistemet e ekonomisë, politikat, qeveritë nuk funksionon asgjë më në mënyrë të përsosur apo siç duhet. Vetëm këtë vit ka pas 6 luftra të mëdha. Vetëm këtë vit. 2 super të mëdha dhe 4 tjera. Ka pas 36 konflikte me 100 plus viktima. Edhe tjetër gjë, nuk e di a bi dakorti, po edhe trupat tonë, për ne që jemi 50 plus, nuk funksionojnë më në mënyrë perfekte.
Edhe është, as i shkolla, as i punë, as gjë nuk është e përsosur, as një lidhje nuk është e përsosur, apo martesë nuk, edhe planet e tua, rrallë dalin 100% si që synoje, si që prisje. Nuk ka asgjë të përsosur, asgjë fare. Për shkak të mëkatit janë prish shumë dinamika. Edhe shikon të dëmtume në nivele të mëdhaja, bota, Europa, Shqipëria, po e shef edhe në nivele personale. Familja, puna, shkolla, jeta, ëndrat. Edhe pyetja është, ku ta gjej shpresën që më duhet mua së pari, për vete së pari, pastaj të përcjell këtë të tjerët, edhe shkrimi tha, Perëndia është burimi i shpresës. Edhe për shkak se Krishti u ringjall, Pietri thot, 1 Pietrit 1:21, që thot kështu, nëpërmjet tij, nëpërmjet Krishtit, nëpërmjet Jezusit, të besoni në Perëndin që ringjalli prej së vdekurit dhe i dha lavdi atij, që besimi juaj dhe shpresa jon të jenë në Perëndin, që besimi dhe shpresa. Edhe arsyeja pse njerëzit shpesh janë pa shpresë, është sepse e vënë besimin të shpresat të tjera, të shpresat e gabuara, gjëra që shkënjejnë, gjëra që nuk mbështetesh dot tek ato gjëra. Shiko, shpresa do vënë te diçka që nuk ndryshon. E do them një shprehje që ndonjëri do e kanë gjuajtur 1000 herë, po do ta them për 1001. Shpresa do vënë te diçka që nuk ndryshon kurrë, edhe diçka është dashuria e Perëndis për ty. E di që këtë gjuajtur 1000 herë po patar një CF, por është baza e qës. Dashuria e Perëndis nuk ndryshon kurrë. Edhe është në njëri më thotë, po kjo duket e cekët, sa kemi ngjuar 100 herë. Atëherë, le të shkojmë tek Jobi kapitulli 8, vargje 10 deri 13, për mbledhja e këtyre vargjeve, sidomos te fundi i vargut 13 thotë kështu: ata që harrojnë Perëndin do t'ju tretet shpresa. Ke parasysh të gota ujë që edhe luk sheqer edhe e përzjen, edhe zhduket sheqeri, e njëjta gjë. Tretet, zhduket, do ngelim pa të, edhe kjo është për gjithë. Që i bie sa më larg shkojmë Perëndis, aq më shumë tretet shpresa, dhe sa më shumë afrohemi atij, aq më zjarrt, aq më ndezur shpresa. Shumë mund të kemë vënë shpresa të njerëzit, të lekët, të gjërat, të qeveria, por shpresa let mos jetë. Ke njoh sa lek kam, kush po e drejton qeverinë, kush po e drejton Tiranën, kur do më dalin letrat, apo çfarë do gjë. Na herë këto janë dinamika të jetës së përditshme. Por së pari le të jetë i pari. Ai që sundon qiellin dhe tokën, ai që të ka kriju ty, së pari ai që solli Krishtin, ai shumë na deshi sa solli Krishtin, vdiq në kryq për ty dhe për ta vërtetuar që ishte Perëndi i mëshiruar, Krishti u ringjall, edhe këtë festuam për pash, edhe kur njerëzit s'kan Perëndin, s'kan shpresë. Jobi thot, pa Perëndin shpresa tretet, zhduket, edhe pastaj bashkë me to zhduken shumë gjëra, zhduken vlerat e duhura, zhduket ana morale, dëmtohet familja, dëmtohet jeta, edhe është, shiko, na duhet shpresë me siguri. Edhe Hebrejve 11:1 thot kështu, sa bukur thot. Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. S'ke besim, po s'ke shpresë. Besimi dhe shpresa janë të lidhura. Ti beson, pse? Sepse po shpreson tek ajo gjë. Apo jo? Edhe në fund shkrimi thot, në fund këto 3 gjëra mbeten. Kush e di, një Korintasve 13 që e themi gjithkohës në përdasma, në fund kush janë 3 gjëra që mbeten? Dashuria, besimi, shpresa. Ora për këtë tretën sikur s'folim shumë ne. Për dashurinë folim shumë, për besimin folim shumë, por shpresën, çka kemi me këtë zonjën? A kemi ne me shpresë më gjëra fjala? Shiko, është jas një përshkrim i bukur për shpresën tek Hebrejve 6:13. Kjo shpresë që ne kemi është si çfarë? Është si një spirancë e sigurt dhe e patundur. Prandaj shumë shpesh shpresa ka atë simbolin e spirancës, edhe si besimi ka simbolin e kryqit, edhe si dashuria ka simbolin e zemrës. Edhe kjo shpresë që kemi te Perëndia është një spirancë e sigurt dhe e patundur që na mban të lidhur. Cili është qëllimi i spirancës? Tash unë kam bëu ushtrin Marin vjen fjalë e madhe sa e lidhe me marinë amerikane, po kam bëu ushtrin det.
në Bishpall, edhe varka jon kishte spirancë, çdo vark, çdo anije kishte spirancë. Edhe spiranca e bën atë varkën, atë anijen të qëndrueshme. Në fakt të gjithë mjetet lundruese e kanë sepse ju duhet në mes të his për të rregulluar stabilitetin edhe për të qenë të qëndrueshme. Ashtu është shpresa për ne. Shpresa se spiranca se na mban të qëndrueshëm kur ka tensione, kur ka furtuna, ndryshe pa shpresë, ndryshe në rastin e mjeti pa spirancë e merr rryma, e merr era, e çon nga doj. E njëjta gjë për ne, edhe jeta jon. Pa spirancë, pa këtë gjën, do na marri rryma, do na marri trendi, do na marri era sepse e ka shumë të lehtë. Ja një foto me spirancë, sa e madhe që ja kjo, ndurës jasi që ja një ndryshkma akoma. Apo ja. Shiko, tjetra, që është tjetra? Këtë foton tjetra e kam... To janë të gjitha zinxhir spirancë, edhe shko te foto tjetër, edhe është shife krahasoje spirancën me atë burrin. Shife se sa gjigande është matematika është e tillë. Sa më madhe anija varka, aq më madhe duhet spiranca. Edhe në këtë rast ka kushti se sa e madhe ka qenë spiranca ajo anija që e ka mbajt këtë gjën, është e njëjta matematik për jetët tona. Sa më të mëdha duam që t'jenë jetët tona, aq më e madhe duhet që t'jetë edhe spiranca. Edhe në shiko, nëse nuk do spirancë, edhe do që të shkosh me gjithë, edhe shkojnë gjithë te, ti shko këte, shkojnë gjithë te, ti shkojnë, nëse gjithë po bëjnë hile, edhe unë po bëj hile si gjithë, nëse gjithë po bëjnë sigur po mësojnë në shkollë, edhe unë po bëj sigur po mësoj, edhe nëse gjithë bëjnë sikur po punojnë, edhe unë po bëj, nëse gjithë bëjnë sikur janë të lidhur vetë për të bërë seks me atë gocën, edhe unë ashtu po bëj, nëse gjithë po ikin nga sytë këmbët pa menu fare, edhe unë ashtu po bëj, nëse do këtë lloj jete, ty s'të duhet spirancë fare. Nuk të duhet spirancë. Thjesht lëshoje veten edhe hik, nga ti iki turma, edhe ik mas turmës është shumë kollaj. Por e vërteta është jo. Çdo lloj kulture, çdo lloj kombi, çdo lloj personi që ka heq perëndin nga jeta e tij, automatikisht ka i shpresën. Automatikisht ka i shpresën dhe kur ke shpresë është të fuqizon jetën, edhe madje tamam, nëse ti do që jeta jote të jetë e vogël, as mos e mendo për shpresën. Ti je ik me turmën, por nëse ti do që jeta jote të ketë ndikim, të jetë e fuqishme, të jetë me influencë, të jetë me ndikim, spiranca duhet vi duke u rritur, duke u smadhuar, ndërkohë që jeta dhe ndikimi jot vjen duke u smadhuar. Dhe shiko, është sepse e vërteta që si pëlqen asnjëri, po është e vërtet, jeta ka fortuna. Sidomos nëse ti tenton që të zmadhosh ndikimin në emër të Krishtit, e vërteta është që do të presin shumë stuhira nga gjithë nivelet. Stuhira frymërore, stuhira shëndetësore, stuhira në gjithë nivelet. Prandaj të duhet spiranca e fortë, edhe qëndrueshme, edhe e madhe. Edhe pyetja mund të jetë, ore, ku ta gjej këtë lloj spirance? Ku ta gjej këtë lloj spirance? Ose njerëzit natyrshëm ku i gjejnë spirancën? Ku kapen kur i zë furtuna? Na herë njerëzit kapen te ndek peme. Njerëzit kapen kur i zë furtuna ku t'i zëj dora, thjesht sa me kalu këtë orën e fortunës, thjesht sa me kalu këtë stuhin, se prap do kthehem aty ku isha, por nena duhet diçka e qëndrueshme dhe nxitja ime do ishte kjo. Shpresa e vërtet bazohet tek fjala e Perëndis, jo në gjykimin ton, siç thotë fjalët e urta, jo në gjykimi, jo në matematikën ton, do bëj këtë se kjo ma zgjidh punën, do bëj këtë se kjo ma zgjidh punën, jo në gjykimin ton, por te premtimet e Perëndis, jo ç'a ndjej, jo ç'a dua, çfarë ka thënë Perëndia, jo ç'a imagjinoj, çfarë ka thënë Perëndia, ç'a premtimesh ka dhënë ai. Hebrejve 6 thuhet, Perëndia i premtoi Abrahamit, edhe e mbajti fjalën. Edhe Abrahami u kap pas premtimit, dhe pse u desh disa vite për ta pa. U kap pas premtimit Perëndis, me u kap pas një spirancë që nuk e lëshoi, sepse për atë ishte kjo spirancë më jep siguri. Edhe përkthyme shqip do ishte Perëndia është i besës. Tek ai mund kapesh, sepse është
burri besës, Perëndia nuk ka gjini, po Perëndia është i besës. Jezus i tha, lutuni pa u lodhur. Çfarë do thotë? Lutuni pa humbur shpresat. Edhe kjo është zgjedhje që ta kesh me vete sa herë që vin furtuna, që mos të zër paniku, po të kujtosh ku është shpresa ime. Është e Perëndia, do vazhdoj të lutem, ta lavdëroj në kohë të mira dhe të këmbgul në kohë të vështira. Po kërkoja në chat, edhe në Google, edhe po kërkoja këtë gjë. Çfarë mund ta vjedh shpresën, më radhit 10 gjëra. Edhe me detaj. Sa imi është shoku mirë chati. E përdor nga njëri nga ju? Nga njëri. Gjithë e përdorim. Se është bëhë kështu. Shiko, te shkolla Martinit, ku është Martini, është orë mësimi. Si të përdorish chatin. Edhe si ta përdorish tamam chatin, se duke që ai do rri gjatë me ne, edhe sugjerimet ishin, chati është mësues privat. Trajtoje si mësuesi jot privat. Jo copy-paste, por që i sjell idetë edhe ai të ndihmon të uzon rrugës, kështu që nuk po e lavdroj më shumë se ç'duhet, por e pyeta edhe pash këto idetë që nxorri aty. Ka shumë gjasa që 10 ka thënë ai, po mund të jenë 20, mund të jenë 30, mund të jenë më shumë se 10 ide. Pa ai ta shohim 10 ide, çfarë na i vjedh shpresën? Çfarë mund të jenë? E para ishte ta vjedh shpresën kur ndihesh vetëm ose i braktisur ose i lëm pastore. Kur s'ke asnjëri afër. E dyta, kur ke sëmundje kronike dhe siklete fizike që nuk e kontrollon dot ecurinë. E nuk e di se çfarë do ndodhi. Edhe e treta, kur nuk shikon qëllim në atë që bën, po punon, po nuk e di ku do të çojë, edhe ku çfarë drejtimi do vija, çfarë do të sjellë ajo puna. Edhe është ndonjëherë ajo që nuk durohet është lodhja pa qëllim, po lodhem, po ku po më shkon. E katërta, kur humb një person të dashur ose ndodhin gjëra të rënda, aksidente të tilla. E pesta, kur nuk ke gjërat që të duhen. Të duhen shumë, po s'ke ku t'i gjesh, të duhet një mundësi e re, të duhen ca lek më shumë, të duhet fuqi, por nuk po e gjen. Edhe gjashta, kur ke bërë diçka të keqe, faji, turpi, keqardhja e vazhdueshme është një nga gjërat që e vjedh shpresën, kurse fal dot veten, edhe kurse heq dot mendjen nga ajo gjë, ja. Shtata, kur të ka lënduar dikush që të ka tradhtuar, ose ndarje, ose divorci, ose këto plagët e thella, prodhojnë hidhërimi prodhon zemërim, edhe këto të dyja bashk e vjedhin shpresën. Teta, kur të ndohesh vazhdimisht, edhe vazhdimisht nuk thu dot jo. Të ndohesh e plup. Është një gjë e përsëritur, sa që të ndohesh të vini natë me veten, që unë e di që kjo është e mirë, prapë përfundova aty, edhe kjo e vjedh shpresën kur nuk e forcë, si thuhet Romakëve 7. Romakëve 7 thotë, atë që dua të bëj, nuk e bëj dot. Atë që s'du të bëj, atë shkoj e bëj. 9, kur ndjem frikë të vazhdueshme, edhe kjo e vjedh shpresën, edhe 10 është kur humbja është e sigurt të ikën shpresë. E këto ishin 10 arsyet që i ka kërku, nuk e di ku i kërkoj, por më dukeshin shumë reale. Në njëri për jush mund ta gjej veten ke 1 ose 2, unë gjeta veten ke 2 ose 3 nga ato që megjithëse në momentet caktuara ma kanë vjedh shpresën ato gjëra, por ajo që është e veçantë, ka gjasa që thash, ju mund të shtoni shumë të tjera kësaj liste, edhe unë mund të shtoj ca tjera, por ajo që është e veçantë është ilaçi i këtyre të 10-ave është vetëm te një pasazh në Bibël. Ilaçi këtyre është vetëm tek një pasazh në Bibël që quhet, që është lutja e Zotit Jezus. Mateu 6, kapitulli 6, vargjet 9 deri 13. Është sigur, gjithë ato gjëra që Krishti u lut kishin e i farfor me një lidhje me një nga gjërat që na e vjedh shpresën. Edhe është ilaçin e pas kemi gati. Ilaç thjesht që kur kalojmë situatë të tilla, çfarë thot Krishti? Lutuni, kërkoni atit, edhe lutuni për këtë gjëra, edhe sa më shumë e kupton këtë lutje, aq më shumë shpresë do të jetë, edhe do të nxisja, ajmë se më përmend çdo javë të lutje. Në njëri thotë, po prit se jemi në kishë mëngjelore, se jemi në kishë katolike. Or nuk është shkruajt aty për katolikët, kështu që për të thyer trendin edhe për ta habit pastor Donin që na vjen nga Bilishti, a e lexojmë gjithë bashk Mateun 6 në një korë. Të gjithë bashk. A e lexojmë gjithë bashk? Atëherë,
A mund të zmadhojt më e Daniel apo aq? Nuk zmadhojt. A lexohet aty ku je ti? Yes, hajde ta lexojmë gjithë bashkë. Ati ynë që je në qiell, u shejtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt në tokë si në qiell. Bukën tonë të përditshme na jep sot, dhe na i fal fajt tona, ashtu siç u falim ne fajtorëve tanë, dhe mos lejo të bijem në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Sa bukur. Ka shumë shpresë të kjo lutje madhështore. Kur Krishti e pyetën, na mëso si të lutemi. Krishti mësoi si të luten. Edhe kjo është, shiko, do t'i kaloj shumë shpejt se kjo është mund të shkonte një seri e tërë, po hajde shohim shumë shkurt gjëra. Dhe para, aty ynë që je në qiell. Kjo t'jep shpresë. Kjo t'jep shpresë. Aty ynë është yni. Është imi. Është personal. Është Perëndi që është plot dashuria, ai s'do të na braktis. Shkrimi thotë edhe sikur gjithë braktisin, Perëndia nuk do të braktisë. Edhe kur ndihesh vetëm ose i braktisur apo i lëm pas dore dhe kjo prodhon mungesë shpresë, kujtoj që aty është në qiell. Ai shikon gjithkohës, ai është me ty gjithkohës. Ai na do gjithkohës, na do pa kushte. Krishti e përdori këtë gjë për herë të parë në këtë lutje, që u drejtua Perëndisë si atë. Është momenti i parë. Edhe na mësoi neve, e bëra unë së pari, këtë bëni të gjithë ju. Kur drejtoheni Perëndisë, drejtohuni si ati ynë. Edhe dyta, u shejtëroft emri yt. Duke sikur shejtëria e tij, fuqia e Perëndisë është më e madhe se çdo lloj problemi. Është më e madhe. Ka fuqi kur jeta del jashtë kontrollit, ka fuqi në emrin e tij. Ka fuqi në emrin e Jezus, ka fuqi kur të lot në një hall, gjërat dalin jashtë kontrollit, apo bën ai aksident, apo çfarë do lloj. Kush emër të vjen në mendje së pari? Këto marrësh telefon. E sigurt çuna thon mami, e sigurt që goca thon babi, apo në shok, apo në simas rastit, por letë emri i fuqisë, emri i fuqishëm, emri Jezus. Thërrit emrin Jezus gjithashtu, edhe radhitet të parin, ka fuqi, edhe të mbush me shpresë kur e shikon se sa i fuqishëm është emri i Perëndisë. Edhe e treta është ardh mbretëria jote. Edhe kjo na kujton çfarë? Perëndia bën, edhe një vargje që kemi kujtuar së fundmi, Romakëve 8 që thotë, Perëndia bën që gjithë gjërat bashkë veprojnë për mirë, për drejt planit të tij. Kështu që kur ndihesh konfuz, pa shpresë, besoj planit Perëndisë. Madje edhe ai ka mënyrën e tij që edhe gafat tona, gabimet tona i bën që të bashkëveprojmë për mirë për gjithë ata që zgjedhin të besojnë atij. Është edhe plani i Perëndisë, plani i madh është mbretëria e Perëndisë. Jezusi erdhi dhe filloi mbretërinë e Perëndisë para 2000 vjetëve kur erdhi e stabilizoi mbretërinë e Perëndisë dhe nga ajo ditë mbretëria e tij ka vetëm rritje, edhe ky është qëllimi i tij. Të jetojmë për mbretërinë e tij, të kërkojmë mbretërinë e tij së pari, edhe mos kërkon nxitja ime do ishte sidomos për brezin e ri, mos kërko Zot më largo nga ky vend. Jo, kërko diçka specifike. Zot, cila është thirrja jote për mua? Cili është plani jot për mua? Çka ke ti që më ke sjell në tokë, edhe më ke krijuar dhe më ke vendos? A është këtu? A është atje? Është më oriento ti, ma trego ti? Edhe nëse Perëndia do që të rish këtu, rri këtu dhe jep maksimumin. Nëse besoj që Perëndia po drejton, kërkoj atij, Zot, hap dyer, aty ku duket se s'ka dyer. Por ama kudo që ti je, ti ke sigurinë. Ti ke sigurinë. Edhe e di që Perëndia do bëjë që gjithë gjërat do bashkëveprojnë për mirë. Edhe katërta, u bë vullneti yt në tokë si në qiell. Edhe e vërteta është që Zoti ka një qëllim të madh, sidomos kur ne kalojmë momente të vështira, momente zi, apo fatkeqësia, apo një gjë të rëndë, apo çfarë do gjë edhe ndjesh zemra është botcopash edhe nuk i kupton gjërat. Lutu kështu. Vullneti yt u bëf në tokë si në qiell. Nuk di ta shpjegoj, ama e di që ti e di, edhe kërkoj që vullneti jot bëhet. Edhe e di pse lutemi kështu, sepse vullneti i Perëndisë nuk bëhet gjithmonë në tokë.
Në qiell bëhet gjithmonë, në tokë nuk bëhet gjithmonë. Prandaj Krishti na mësoi lutuni që vullneti i Perëndisë të bëhet, të ndodhë në tokë, ashtu siç ndodh në qiell. Edhe kur lutesh në këtë gjë, edhe është si lutje dorëzimi, Zoti bë vullneti jot, kjo t'jep shpresë. Edhe pesta është bukën tonë përditshme na jep sot. Edhe Perëndia ka premtuar çfarë? Që do i plotësoj nevojat tona. Ku e gjem? E gjem te Filipianëve, ai thot, ai që dha Krishtin, si nuk do të na jap të gjërat e tjera? Ai që dha gjë më të shtrejtë birin e vet, si s'do plotësoj këto gjërat e tjera? Por ama, duke sigur Perëndia do që të kemi varësi të përditshme me të. Pse nuk tha, lutuni Zot na jep bukën e kësaj jave. Zot na jep bukën e këtij muaji. Je që je, a na jep gjithë të vitit? Jo, thot bukën tonë të përditshme na jep sot, sepse do që ne ta ndjejmë nevojën e varësisë së përditshme me Perëndin. Edhe tjetra është, edhe kjo kur ti e di që ai do siguroj, kjo t'jep shpresë. Edhe tjetra është, na i fal fajet tona. Jezusi i vdiq për të paguar për çdo të keqe. Edhe sa herë që ndjesh në faj, apo i rënduar, apo ti turpëruar, plot keqardhi, lutu kështu, Zot ma fal fajin tim. E di që të prove, e di që e thash, e di që e bëra, Zot ma fal fajin tim. Bibla thot nuk ka dënim për ato që i takojnë Krishtit, edhe kur ti zgjedh falin e ti, shiko, Krishti vdiq për fajin që ke bërë, edhe po bën tani, ai ka pagu tashmë edhe ato që do bësh më vonë. E ka bo pagesën një herë për gjithmonë. Edhe kjo është arsye për të pas shpresë, sepse dim që gjaku i tij është i fuqishëm, e na pastron çdo ditë. Edhe shtata është ashtu siç u falim ne fajtorëve tanë. Edhe kujtohu që kur dikush të bie në qafë, kujtohu që Perëndia do marrë hak për ty. Nëse jam i lënduar, të tjerët kanë lënduar, të kanë gjykuar, të kanë vlerësuar, kjo ta vjedh shpresën. Edhe në këtë gjë pjesa jonë sipas shkrimit ç'është, ti falim ata, duke menuar që çfarë? Jo hakmarrja ime, Perëndia mund t'i balancoj situatat. Perëndia mund t'i balancoj dhe mund t'i rregulloj situatat, sepse Romakëve 12:19 thotë kështu: Mos u hakmerrni për veten tuaj, o të dashur. O të dashur, që Pali thot, mos e bëj këtë gjë, të kam xhan, o i dashur, të kam shumë xhan, mos u përpjek ta bësh ti këtë. Leja këtë punë zemërimit Perëndis, sepse shkruar mua më përket hakmarrja. Unë kam për të sjell balanca, thot Perëndia, do ta rregulloj unë atë gjë. Edhe ne çana kërkohet fale, edhe dorëzoja Perëndis që ai do e bëj këtë gjë. Edhe teta, dhe mos lejo të bijem në tundim, sepse është kjo na e vjet shumë herë shpresën kur shkojmë e bijem të njëjtin mëkat, të njëjti tundim, të njëjta, edhe kjo krijon mungesë shprese. Edhe është lutur siç tha Krishti, Zot më ndihmo mos të bie në tundim tek i njëjtit. 1 Korintasve 10:13 thotë kështu: A tamam, thot Pali është prap, duke fol një letër parë Korintasve, tamam, as i tundim nuk ka gjetë juve. Përveç se tundimi, ajo që po kalon ti, është shumë njerëzore, gjithë ka kalu. Edhe në herë themin kur unë tundoj, kjo që po kaloj unë se ka kalu asnjëri. Te siklet këtë tundim, këtë hall që po përballun si ka ndodha skujt. Shkrimi thot, nuk është një habi e madhe, ato që ka ndodhur ty është tundim njerëzor, shumë tjerëve ka ndodhur, por Perëndia është besnik dhe nuk do t'ju lejoj të tundoni përtej asaj që mbani, edhe bashkë me këtë do t'ju jap rrugdalje, edhe ky varg t'jep shpresë kur të ndohesh. Sepse të kujton, ai do të më jap udhëzim, edhe Perëndia do të më jap rrugdalje. 9 na çliro nga i ligu, por na çliro nga i ligu. Edhe ç'a na kujton kjo? Na kujton fuqinë e frymës shenjtë brenda nesh është më e madhe se çdo lloj gjëje që mund të jetë kundër nesh. Edhe kur e humb shpresën, sepse ndjen ankth të vazhdueshëm, ndjen presion të vazhdueshëm, se kur ajo gjëja kundër teje është shumë më e madhe se sa ç'mund të përballosh. Shkrimi thot, lutu për këtë gjë. Jezus më çliro nga i ligu, më çliro nga kjo ligësi, nga kjo gjë që është kundër meje gjithkohës. Edhe kur e kupton këtë gjë, kjo t'jep shpresë edhe e fundit, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia e Perëndis, dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Edhe ç'a na kujton kjo? Na kujton që kjo botë nuk është fundi. Kjo botë nuk është fundi.
Kur shpresën sepse ndihesh i mundur dhe kur duket sikur humbja është e sigurt, kujtohu që çfarë? Perëndia ka fjalën e fundit. Aja ka fjalën e fundit. Historia është historia e tij, ai do ta mbyll kapitullin e fundit. Është por kujtoja që shikoj, gjërat shkojnë e vinë, ngjarjet shkojnë e vinë, qeveritë shkojnë e vinë. Edhe po kujtoja, çfarë qeverish kemi pasur? Dikur Ismail Qemalin, pastaj Zogun, pastaj Enverin, pastaj Ramizin, pastaj Saliun, pastaj Nanon, pastaj Edin, pastaj Edin, pastaj Edin, pastaj Edin. Ky i fundit do mek. Gjithsesi, gjërat ndryshojnë, situatat ndryshojnë, edhe çdo gjë ndryshon. E vërteta është mbretëria e Perëndisë është dikur në këtë vend shpallet që nuk ka Zot. Sot shpallet emri i Krishtit me liri. Edhe pavarësisht se çfarë kalon, kujtoj vetes, fundi është i vullosur, ai ka fituar. Edhe nëse ti mendon që e keqja triumfon gjithkohën edhe duket sikur kujtoj që e ti është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia. Për jetë, një ditë do t'jemi përjetësisht me Perëndin. Në vend që nuk ka më lot, nuk ka më dhimbje, nuk ka më smundje dhe ky që jemi këtu nuk është fundi. Sot ishte rekord. Kam bërë 10 predikime për herë. Edhe lutem shumë që këto 10 predikimet, njëri ka qenë personal për ty. Nxjerrë që ka të slajdin e fundit, lutem, nëse më ndihmon Joni ose kush atje. E duke sikur njëra prej tyre ka lidhje me lutjen model të Krishtit. Edhe ajo që, ndërkohë që pa mbyll mesazhin dhe nxisi bandat e vijë dhe të adhurojmë bashkë, e pjesa e fundit do ishte, hajde lutemi bashkë. Lutemi, po mos mbyll syt se do doja të shikoje tabelën. Cila është e jotja? Cila është e jotja, çfarë kuptimi? Kush po të vjedh ty? Kush po të vjedh ty shpresën? A është një nga ato 10 apo është një 11 që s'ka lidhje s'është aty fare? A do lutesh me një nga copzat e lutjes model të Krishtit? A e gjete? Nëse e ke gjetë, hajde lutemi bashkë. O atë vetë ke thënë, shkrimi e thotë, ku 2 ose 3 mblidhen bashkë, ti je mes nesh, ti je këtu o Zot. Frymë e shejtë, faleminderit që ke shërbyer zemrën së cilit prej nesh, për të dhënë një fjalë, një ushqim frymëror. Çfarë është ajo që Perëndia ka dhënë ty? Cila ishte ajo që ta vjedh shpresën? Hajde ta kthejmë në lutje. O Atë, në emrin e Jezus vi para teje. Edhe sjell këtë gjë. Cila është thua e Perëndisë? E sjell këtë gjë. Kjo po ma vjedh shpresën. Kjo po ma vjedh gëzimin. Kjo po ma ul kokën. Qa është thuja ati? Kjo është. Po për shkak se të kam ty, unë mund të lutem. Për shkak se fjala jote për mua është si spirancë, unë mund të kapem. Edhe mund të kërkoj në emrin e Jezus. A do kërkosh tash në emrin e Jezus? Lutu me fjalët e tua dhe thuaj, Zot, në emrin e Jezus. E mund të jetë eksakt fjalia që ngjan me lutjen model Mateo 9. Lutëm atë. Sot i sjellim para teje edhe emocionet tona si Davidi, edhe paqartësitë tona, edhe lëndimet tona, edhe pasigurt, i sillim gjitha para teje. Edhe i lem para teje. Edhe marrim nga ty pastrimin tënd. Marrim fuqizimin tënd, marrim premtimet e tua.
për të mbush plot me shpresë për vete. Edhe për qenë këtë javë, shpresë rreth e qark njerëzve ku do na venosësh. Në emrin Jezus, o atë na përdor. Për të sjell grinca shpresë ke dikush. Këtë javë që vjen. Ne dim që asnjë situatë nuk do jetë rastësisht. Ai takimi me atë, me ato, ai momenti, ajo kafja, ne dim që ti je në kontroll. Na bëj me vetdije që ne jemi aty për të thënë një fjalë, për të thënë një varg, për të thënë një nxitje, për të dhënë një moment shprese. Sot na përdor. Ja ku jemi. Në emrin Jezus lutem. Edhe besojmë. Amen.